I just finished testifying in front of the House Oversight Committee. Ish-presidenti Amerikan Bill Clinton u tha ligjvënësve të Komitetit të Dhomës së Përfaqësuesve gjatë dëshmisë së tij se nuk pa asgjë që ta bënte të ndalej kur kalonte kohë me Jeffrey Epstein. Dëshmia me dyert të mbyllura e Clinton para komitetit shënoi herën e parë që një ish-president detyrohet të dëshmojë para Kongresit. Në dëshminë e tij, Clinton i tha komisionit se nuk do të kishte fluturuar me aeroplanin e financierit nëse do të kishte ditur për trafikimin e supozuar seksual të vajzave të mitura dhe do ta kishte denoncuar atë nëse do ta kishte ditur. We're only here today because Epstein hid it from everyone so well for so long. Jemi këtu vetëm sepse ai e fsheu kaq mirë nga të gjithë për kaq gjatë, tha Clinton gjatë dëshmisë së tij. Ish-presidenti Clinton fluturoi disa herë me aeroplanin e Epstein në fillim të viteve 2000, pasi ai u largua nga detyra dhe një pjesë e miliona dokumenteve të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë përfshin fotot e Clintonit me gra. Nuk pash asgjë dhe nuk bëra asgjë të gabuar, shtoi mëtej ai, kur u pyet në lidhje me një fotografi që tregonte ish-presidentin duke pushuar në një vask me personin që dukej të ishte një grua, fytyra e së cilës është fshehur për të mbrojtur identitetin e saj, Bill Clinton u tha ligjvënësve se nuk e njihte atë. Kur u pyet nëse kishte pasur marrëdhënie seksuale me grua në fjalë, ai tha jo. Kryetari i komitetit Comer tha se Clinton ishte treguar bashkëpunues gjatë seancës dëgjimore. Gjithashtu Clinton tha se komiteti nuk duhet ta kishte thirrur në gjyq gruan e tij, ish sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton, e cila dëshmoi të njëjtën se nuk mbante mend ta kishte takuar ndonjëherë Epstein dhe nuk kishte asgjë për të ndarë në lidhje me krimet e tij seksuale. Ajo tha se u pyet gjithashtu për UFO-t dhe një teori konspiracioni të epokës së vitit 2016 gjatë seancës 7 orëshe. Comer tha se disa nga përgjigjet e Hillary Clinton kishin qenë të paqëndrueshme dhe do të shqyrtoheshin për dëshmi të rreme të mundshme. Demokratët në panel thanë se edhe presidenti Donald Trump duhet të thirret në gjyq, por kryetari republikan i komitetit James Comer tha se kjo nuk do të ndodhte.